إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, cili na përzgjedhi dhe na bani nga ummeti përzgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë sërish disa çaste me tokën e bekuar. Madhështia dhe vlera e tokës së bekuar, vëllezër të ndershëm, duan që besimtarët të informohen për këtë tokë të bekuar, nga se mbar bota lidhet me ndodhit e kësaj toke dhe çështjeve të cilat ndodhin ata. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall këtë tokë e ka beku me shumë begati. Një ndër begatit anë që i thot Ibn Kathiri se nuk ka pa tokë që ka shkel mbi rozullin e saj më shumë pejgamber se sa kjo tokë. Ajo e epicendra e njerëzve të mirë. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, është kibla e parë e besimtarëve. Ato ka që Allahu Azza wa Jall e shenjtëroi. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall jo rastisht e ban që në këtë tokë të ndodhin ndodhi të veçanta të çuditshme, në veçanti në akhiri zaman. Kur flasmi për këtë tokë, vëllezër të ndershëm, kemi për qëllim tokën ku Allahu Azza wa Jall e bani strehimore e pejgamberit, babës e pejgamberve, Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas emigrimit dhe pas shlirimit të Qabës, pejgamberi Allahut i drejtohet besimtarve dhe thot s'ka emigrim, s'ka hijret pas shlirimit të Qabës. Mirë po do të ketë hijret në akhiri zaman, ku hijreti akhiri zamanit e ka vlerën si me bo hijret me pejgamberin Allahut. A din cili është hijreti që pejgamberi Allahut na ka tregu, na ka paralajmëruar se do të ndodhe në akhiri zaman, kur njerëzit do të strehohen në këtë vend. Ka thonë pejgamberi Allahut, do të ketë hijret në akhiri zaman si hijreti babës së pejgamberëve të Allahut. Pra do të jetë vendi ku do të strehohen besimtarët, ku është strehu Ibrahimi alayhis salam, dhe kjo është toka e Shamit, toka e bekuar. Pra vëllezër të ndershëm, ne po flasmi për tokën strehimore e Ibrahimit alayhis salam, ku Allahu Azza wa Jall e bani vendbanim të jetesës dhe hijretit të tij. Dhe po flasmi për qytetin e Lutit alayhis salatu wassalam. Kur flasmi për këtë vend, le të dim se jemi duke fol për fshatin e Jubit alayhis salam, ku sprovuan ata dhe ku Allahu Azza wa Jall e bëri një burim të veçantë në këtë tokë, në këtë vend, dhe e bani këtë ujë të freskët për Ejubin dhe shërim për ta. Po flasmi vëllezër të ndershëm për mihrabin e Davudit alayhis salatu wassalam dhe portën e çmuar të veçantë të Davudit alayhis salatu wassalam. Po flasmi për këtë vend që ndodhen çuditëra që nuk kanë ndodhur në asnjë vend si për faqen e tokës. Në kohën e Sulejmanit alayhis salatu wassalam,
Kjo tokë është toka fshati ku ndodhi një ndodhi e çuditshëm me Talutin alayhi salatu wassalam dhe me lumin që Allahu azza wa jall i sprovoi ushtart e Talutit, ku ballavaquan me Xhalutin, dhe do të flasmi për këtë tokë ku streu Xhaluti dhe Daudi alayhi salatu wassalam arriti që ta ngadhnjejnë dhe ta mbyte Xhalutin. Po flasmi vëllezër ndershëm për këtë vend ku streua dhe Musa alayhi salatu wassalam, dhe Musa alayhi salatu wassalam ndodhi me ta një ndodhi e çuditshme që kanë thonë dietarët e hadithit, komentatorët të hadithit pejgamberit Allahut, që nuk ka ndodhur me asnjë pejgamber kjo ndodhi siç ka ndodhur me Musa alayhi salatu wassalam. Ku Allahu azza wa jall ja dërgon Musait me melekun e vdekjes, dhe Musa alayhi salam e godit me laçën e vdekjes derisa e verbëron, ja qërron sirin. Ka thonë komentatorët e këtij hadithit pejgamberit Allahut, përse Musa e goditi me laçën e vdekjes, që me laçë e vdekjes të kthehet tek Allahu azza wa jall dhe ti thot ja Rab, ma ke dërgu tek një njeri që marr shpirtit atij që nuk ka dëshirë që të takon ty, nuk ka dëshirë që të vdes. Pra vëllezër të ndershëm, thonë komentatorët e këtij hadithit pejgamberit Allahut, një ndër arsyet që e goditi Musa alayhi salam, nga se Musa nuk kishte dëshirë që të vdes. Mirë po Musa alayhi salam kishte dëshirë që ta çliron vendin e bekuar që u të popat porosit pej anës Allahut azza wa jall. Pra ta kur u rikthi meleku dhe i dha një propozim siç Allahu azza wa jall e mësoi, që ta non dorën e tij në bikun në lëkurën e demit, dhe sakime që ka mundësi ti përfshin dora e tij do t'jeton aq vite. E pastaj Musa i thot, e pas asaj çfarë do të ndodhe? Tha pas asaj ka vdekje, atëherë tha do të vdes tash. Pra dhe të ndërshëm ne po flasmi për një vend që Allahu azza wa jall e bekoj këtë vend ku Allahu ja pranoi në pleqëri Zekerias alayhi salam duan, dhe Allahu azza wa jall bani mrekulli, ku Allahu e përgëzoi duke qenë në namaz, duke qenë në mihrab, e përgëzoi me një fëmijë, të vetmin fëmijë që Allahu azza wa jall e ka martu nga ana e tij, Yahya alayhi salatu wassalam, dhe i vetmi fëmijë që është përgëzuar me pejgamberllok prej në fëmijëri është Yahya alayhi salatu wassalam. Të gjithë këta këndodhi kanë ndodhen në këtë vend të shenjtë vëllezër të ndershëm. Po flasmi për një vend që Allahu azza wa jall bani mrekulli, ku Isa alayhi salam lindi pa baba. Po flasmi për një vend ku Allahu azza wa jall e begatoi nanën e Isait, po e begatoi dhe familjen e Isait dhe Merjemës, ku Allahu azza wa jall në zbriti një surën Kurani Kerim që quhet Al Imran, familja Imranit. Pra një familje për zgjedhur që jetoj në këto vende. Po flasmi për Isai, një vetëmi fëmijë thuajse nga pejgambert e Allahu që foli në gjep, vëllezër të ndershëm. Kur flasmi për këtë vend, vëllezër të ndershëm, neve na atërohet Lokmani dhe këshillët e tij që ja dha fëmijës e tij. Pra jetoj në këto fshate, në këto lagje, në këto vende të bekuara Lokmani që përmendet në Kur'ani Kerim. Po flasmi vëllezër të ndershëm ku Allahu azza wa jall nderoi dhe pejgamberin Allahut e barti për një pjesë të natës prej Mekke në vendin e bekuar në Mesjidul Aqsa, ku i paraprin si imam të gjithë pejgamberëve të Allahut. Pra i prini në këtë vend të shenjtë vëllezër të ndershëm. Po flasmi për një kala që do të jetë kalaja fortifikata e muslimanëve në akhir zaman. Po flasmi për një vend që pejgamberi Allahu, si transmeton Abdullah ibn Hawali, cili thot në natën kur udhtova për në Aqsa, i pash melekët që e barqin Islamin, dhe Islami ishte në formë të një shtile që shkëlqente si margaritë, dhe i pyeta melekët dhe i thot çka është kjo shtil që po e bardhni? Ato na u përgjigjen dhe na thanë kjo është Islami. Dhe kur do të vendosin Islamin, vëllezër të ndershëm, melekët që e bartën natën që pejgamberi Allahut udhtoi, natën e Isras, ata e vendosen në tokat e bekuara, tokat e Shamit.
Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një natë prej natëve e parë se Kurani Kerimi u tërhoq nga nën koka ime, me e transmetim e pash Kurani Kerimin që u tërhoq në formë të dritës në njastikun tim, dhe mendova se Kurani Kerimi do të rikthehet nga ka ardhë, ka se pejgamberi Allahut ka tregu në akhiri zaman, Kurani Kerimi do të ngritet nga ka ardhë. Tha mendova se do të ngritet në qiell, tha fatba'tu basari, tha shiqova dhe vëzhgova dhe përcjella. Mirë po tha e pash Kurani Kerimin zbriti në tokat e Shamit, në tokat e bekuara. Pra do lejo të ndërshëm, Islami nga këto të vende ka fillu, dhe Islami rikthehet në këto vende. Gjithë pejgamberët e Allahut kanë ardhur, thuaj se të gjithë pejgamberët e Allahut kanë ardhur në këtë tokë për të bartën dinin e Allahut. Mirë po beni Israilët kur tradhtuan emanetin Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që i paraprini të gjithë pejgamberëve të Allahut, dhe gjithë pejgamberët ja dhanë emanetin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ku pejgamberi Allahut e pranoi këtë emanet, dhe këtë emanet do i la në supet tona. Pra do lejo të ndërshëm dhe nga dhimi i muslimanëve në akhiri zaman, nuk vjen dhe nuk rrim në kombet Islami sërish vetëm nga këto toka. Pra do lejo të ndërshëm për të flasmi për këtë tokë, është tokë e madhërishme tek Allahu Azza wa Jall. Ku pejgamberi Allahut si transmeton Ebu Dher el Ghifariu, thot pejgamberi Allahut me një hadith, toka e Shamit, që sot e përshin tokën e Siris, tokën e Palestinës, Jordanis dhe Libanit, këto janë tokat e Shamit që janë qujtën në kohën e pejgamberit Allahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a toka e tubimit dhe toka e ringjalljes. Në akhiri zaman njerëzit të gjithë kanë mu tubu në këtë vend, dhe ka ki vend kanë mu ringjall. Para transmeton Kaabi i cili thot tek fjala Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wastami' yawma yunadi munadin min makanin qarib. Ndëgjoje me vëmendje, do të ndëgjoni dhe ju, kur Israfili do t'i frihet surit për të ringjallë njerëzit në ditën e Kiametit. A din prej ku i frin surit Israfili, vëllezër të ndershëm? Do t'i frije surit nga shkëmbi i Aksas, nga Kutsi. Kështu kanë ardhur transmetime që Israfili a.s. do t'i frije surit nga ki vend, dhe njerëzit do të ringjallën ditën e gjykimit në këtë vend. Para të lejo të ndërshëm, njëri prej sahabive i quajtur Abdullah ibn Hawale, ndëgjo që na transmeton dhe na tregon, Abdullah ibn Hawale pyet pejgamberin Allah dhe i thot, ja Rasulullah, si kur që ta di që të jetojsh ti për gjithmonë, as njerë nuk do të shmongna dhe nuk ndana nga ti. Mirë po ja Rasulullah, nëse vdes, cilin vend ma kishe propozu që unë të emigroj, cilin vend ma kishe përzgjedh që unë të vendosëm dhe të jetoj në ta. Pejgamberi Allahu tha, përmbaju tokës së Shamit. Mirë po Abdullah ibn Hawale nuk ish dëshirë që të emigrom në këtë vend, dhe pejgamberi Allahut e pa në fytyrën e tij se nuk i pëlqen kjo emigrim. Atëherë pejgamberi Allahut për ta përforcuar dhe për t'i treguar se pse arsia është që njerëzit të vendosen në këtë vend, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ibn Hawala, a din çka ka thonë Allahu Azza wa Jall për këtë tokë? A din Allahu Azza wa Jall çka ka fol me këtë tokë? Tha Allahu Azza wa Jall ju ka drejtu Shamit dhe ju ka thonë, ti e toka e përzgjedhur e imja, që nuk ja mundsoj që të banojnë në këtë vend vetëm robt e mi të përzgjedhur. Në këtë vend vëllezër të ndershëm jetojnë njerëz e përzgjedhur. Po ndëgjon edhe këtë hadith të pejgamberit Allahut, që ta kuptojmë barbotëse, sa të përpiqni që ti çlërnjosni këta njerëz, sa të përpiqni që ti luftoni këta njerëz, këto banorë s'keni për t'i arrit, nga se ka një sekret për ata vëllezër të ndershëm sot barbota çuditet, si ka mundësi që të përdoren aq armë të mëdha,
Si ka mundësi që atë gjenocidet të mëdha të zhvillohen në këtë vend, e mos të luhatat as njëri prej tyre që të ndronë në këtë vend, mos të shlon tokën e vetë, mos të ik nga ki vend, të reziston dhe një frimarjet e fundit, kua sekreti vëllezër të ndërshëm, kja sekreti të hadithi pejgamberit Allahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall ka shluan krahit e melekëve në tokat e Shamit, dhe Allahu azza wa jall ka marrë përsipër që të mbrohen njerëz banor të Shamit. A e kuptua do lezër pse s'ka mundësi mbar bota, sikur që të përdor dhe armë bërthamore, të që ti shrënjos dhe ti eliminon këtë njerëz, nga se Allahu azza wa jall ka bon kujdestar në këtë vend. A e dini kush janë kujdestar të këtij vendi? Kujdestar të këtij vendit janë melekët, që sot statistikat e ditura që në ndalin dhe të ndërshëm, që Israili në këtë betejën divjeqare i ka qitë prej përdorimit 27.000 ushtar, 27.000 ushtar si pas statistikare të pohuarat të tyre, 7.000 të mbitur dhe 20.000 invalid. Vëllezër të ndërshëm, si ka mundësi me një grusht njerëz të luftojnë, e ka që humbje të mëdha të pësojnë, ndërsa armët të cilët janë përdor nuk janë parë dhe nuk janë përdor në asë një vend, ma shumë se në këtë vend. Dhe unë tregova në hitbën e kaluar, se në tregojnë se si kur 300 herë armë bërthamore në Hiroshim që kanë përdorën me kanë gjujtën aq armë në këtë vend. Me gjitha ta vëllezër të ndërshëm, ne i shohmi ende fëmijë duke u gëzu, ne i shohmi ende njerëzit duke jetu, ne i shohmi ende njerëzit duke lëviz. Ashe vërtet që pasoja të mëdha ka, mirë po dine se kjo toka që u jitët me gjakun e ndërshëm të shahidëve, për çka se Allahu azza wa jall këtok e ka bekuan. Për ata Ibn Abdus Salam i thot, nëse do në me ditë se si Allahu azza wa jall e ruan këtok, nëse do një me ditë se këta njerës si dalojnë nga qërë, që qoni njerës të mirë vendeve qera, dhe krasoni me njerës e vendeve qera, do të shifni se dalimi është i madhë, si s'ka mundësi të jetë dalimi madhë, kur njani ka umbën nën fëmi të gjithë që i posedon, i ka u 50 antar të familjes, me gjitha ta ende krenoa do lehat të ndërshëm me resistencën e tyre, ende krenoan me burnin e tyre. A ka ndonë si për faqen e tokës që të shofin një mbar bota njerë sikur këta, për çka këse kujdesi Allahut azza wa jall, vëllezër të ndërshëm, është i veçantë për këtë tokë dhe për këtë vend, dhe për këto burra që Allahu azza wa jall i përmend Kurani Kerim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Janë burra që cilë nuk i manit biznesit, janë burra që rëmnojat e këve pallatët tëre nuk kanë qilu hatë. Pra do lehat të ndërshëm, sot një ushtri e vogël që ka qenë me pajtimin e 27 shteteve që nënshkruan Sharm el-Sheikh. A dini çfarë nënshkruan se është ushtri e mbamposhtër, ushtri ndërkombëtare, shpallën vëllezër të ndërshëm para disa ditëve në Sharm el-Sheikh, dhe u përpiqën që të bëjnë aleanca, që të bëjnë balancin mes perëndimit dhe lindjes, me shpresë që kanë mi përdor ato kundra atinve armiqve të përbashkët, siç paralajmëroi pejgamberi Allahut. A nuk tha pejgamberi Allahut se perëndimi do të përpiqet që të bën aleancë me juve për të luftuar armikun e tretë? Pra janë këto ndodhi që neve na i forcojnë imanin dhe na tregojnë se pejgamberi Allahut nuk ka qenë njeri i thjesht, ka qenë pejgamber i përzgjedhur, inspiruar, i mësuar prej anës Allahut azza wa jall. Vëllezër të ndërshëm, dëgjoj këtë hadith të pejgamberit Allahut, e cila të ban që të jetosh krenar këtë dunja dhe dil për Allahut azza wa jall edhe më krenar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dini vëllezër të ndërshëm se burrat e Shamit janë kamxhiku Allahut. Burrat e Shamit janë kamxhiku Allahut. Janë kamxhiku Allahut që Allahu azza wa jall hakmirët ndaj
Allahu Azza wa Jall hakmirën ndaj atinve që don Allahu Azza wa Jall ti hakmirët. Allahu Azza wa Jall hakmirën me këto njerëz atinve që don Allahu Azza wa Jall. Dhe tha pejgamberi Allahut, haramun është ndaluar tek Allahu Azza wa Jall që të ngadhnjejnë munafikat, hipokritët, të cilët përpiqen sot në Egjipt dhe për rreth tyre të bëjnë komplote që të binë në pushtet, hipokritët, munafikat që të udhëheqin këtë tokë, nënvizon e këtë hadith të pejgamberit Allahut se kjo s'ka mundësi të ndodhe. A dini përse e thot pejgamberi Allahut, haramun është ndaluar në sistemin Allahut, në kanunin e Allahut është haram, është ndaluar që munafikat të ngadhnjejnë ndaj muslimanëve të kësaj toke. Mirë po çka ka me ndodh me munafikat, hipokritët, tradhtar që i tradhtuan, than ato kanë me vdek në njënën prej tre mënyrave. Ato kanë me ndekën pim leftit, kanë me ndekën pim rengosjes dhe kanë me vdekën vëllezër të ndershëm prej mërzive se nuk e kanë arrit atë të cilën kanë dëshiruar. Pra kështu thot pejgamberi Allahut, ai që fol prej anës Allahut para 1400 viteve vëllezër të ndershëm, na ka tregu se sot ne ta përjetojmë atë ditë dhe muslimanët i përjetojnë në vijim ditët e bekuara që Allahu Azza wa Jall ka premtuar dhe s'ka mundësi që Allahu Azza wa Jall ta thënë premtimin e tij dhe s'ka mundësi askush ta mposh planin e Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall besimtarët i krenon me fitore. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu zullumqtarët i ban helaç me zvete. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që e vërteta të triumfon dhe e padrejta të mposhtet, siç është kanuni dhe zakoni Allahut, ku do të flasë në hitbën e arshëm me emrin Allahut Azza wa Jall, ku shekulli shejtanit është duke perëndu, ndërsa lindja dhe ngadhnjimi është duke lind. Lutim Allahun Azza wa Jall që ke perëndim të ngutet sa më parë, edhe pse ne jena në kohën e perëndimit dhe të ngadhnjimit, në kohën e perëndimit të padrejtësisë dhe në kohën e ngadhnjimit të Islamit, sipas haditheve të pejgamberit Allahut dhe paralajmërimeve të Allahut Azza wa Jall në librin e shenjtë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na paralajmëron se në akhiri zaman do të ndodhin disa ndodhi thuajse, ku na i përshkruan këto ndodhi thuajse pejgamberi Allahut është pranë nesh. Tregon pejgamberi Allahut dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e sprovave dhe fitnëve, ata të cilët e rezistojnë dhe që ndërojnë pa u luhat janë banor të Shamit. Kështu thot pejgamberi Allahut. Dhe thot pejgamberi Allahut se banor të Shamit dhe qëndresa e tyre është baraspesha e imanit të muslimanëve. Sa besimtarët janë të fortë në islamin e tyre, le ta matin me burrat e Shamit të këtij vendi. Për shkak se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse prishen banorët e Shamit s'ka hajër për juve. Pra do lejo të ndëshëm, nëse rregullohen ato, ka hajër edhe prej neve. Krenaria e muslimanëve vëllezër të ndërshëm vën nga kjo epicendër. Nuk po e thon hoxha në mimber, po e thot pejgamberi Allahut. Allahu Azza wa Jall nga dhënjen dhe i krenon besimtarët me fitoren e muslimanëve të këtij vendi. Pra do lejo të ndëshëm mrekullit që Allahu Azza wa Jall na i shfaq ko pas kohë, na tregon se Allahu Azza wa Jall nuk haron, Allahu Azza wa Jall nuk haron që ti hakmirët zullumqtarëve. Dhe do të shohmi në det në hitbën e arshëm lejo të ndërshëm se çka i paraprin para ngadhjimit të muslimanëve. Ka të ndodhi të çuditshme që kanë me ndodh. Njëna prej atyre lejo të ndërshëm është lirimi i shejtanëve që i ka prangosën Sulejmani alayhis salam në deti,
Edhe këto shejtanet të frenuar të prangosën do të dalin. A dini vëllezër çfarë do të bëjnë këto shejtan që dalin nga deti ku Sulejmani a.s. i ka prangosën? Këto ato do t'i bojnë rolet, çrregullimet më të mëdha si për faqen e tokës. Mirë po koka e çrregullimit të tyre se do të hinë në trupat e hoxhallarëve që njerëzve do t'ja tregojnë islamin dhe do të lexojnë Kur'anin. Pra vëllezër të ndershëm, nuk jemi na dëshmitar se magjia që është përhap atë shumë nuk ka ndodhën asnjëherë në të kaluarën. Me një lagje vëllezër të ndershëm ne i gjejmë më shumë se 130 e diçka magjistar. A nuk janë këto shejtanët që vëllezër të ndershëm janë zgjidhur dhe janë të cilët bojnë çrregullime, nuk gjenë shtëpi që nuk ka probleme nga ato. Po më tragjike është vëllezër të ndershëm kur hinë në trupat e hoxhallarëve, të cilët i pengojnë ato që të flasin të drejtën, nga se cenojnë drejtën demokratike bashkëkohore. Vëllezër të ndershëm, më tragjike është kur hoxha shëndërohet në shejtan dhe përpiqet që njerëzve që shpjegon dinin Allahut Azza wa Jall. A nuk jemi ne dëshmitar sot se hoxhallarët janë ata që flasin thuajse me gjuhat e shejtanëve, për çka se nuk u intereson atyre drejta dhe pajtimi Allahut, sa u intereson atyre pajtimi qeveritarve dhe pushtetarve, dhe sa ju intereson atyre xhepat e tyre, sa ju intereson atyre komoditeti përkohshëm i tyre, e sa ju intereson ahireti dhe takimi me Allahun Azza wa Jall. Do të flasmin më mirë detale se si shejtanët depërtojnë trupat e tyre, dhe si ju flasin njerëzve në emën të Islamit, në emën të dinit Allahut, siç ka paramendruar pejgamberi Allahut. Këto shejtan ishin të prangosur, mirë po këto shejtan vëllezër të ndershëm do t'ju tregojnë hitën e arshëm se kur janë zgjidhur dhe si kanë dalë dhe si kanë depërtuar dhe si kanë ardhur. Për këtë arsye mas nevojë kemi ne muslimanët sot të fortifikohemi nga shejtanët e dukshëm dhe të padukshëm, për çka se pejgamberi Allahut na paralajmëroi se në akhir zaman shejtanët marrin hovë të madh, kjo mizori dhe kjo padrejtësi që bëhet e madhe, dhe gojat e hoxhallarëve nuk janë qelë fare. A nuk kanë vëllezër të ndershëm, siç tha Ibn Qayyim, se ai që nuk e flet të vërtetën kur duhet që të flitet, aja shejtan me mec. A nuk kanë shejtan me mec, sa me meca vëllezër të ndershëm ne i përjetuam dhe po i përjetojmë, për shkak se mendojnë ata se nëse e flet të vërtetën ti e ka me të ndryshu kaderin e Allahut, ka me të ngut vdekjen, ndërsa nëse nuk e flet dhe hesh ka me të vunu vdekjen. Kjo është ajo problematik e besimit vëllezër të ndershëm. Po vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall e tregon se është një grup njerëz të cilët e flasin të vërtetën, dhe pejgamberi Allahut këtë grup e ka quajtur pala ndihmuar, e prej nga ndihmuar, pala ndihmuar vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Pra ata mos lip mbështetje, mos mbështet të askush, vetëm te Allahu i jot. Mos lip për karaje vetëm prej Zotit tan, mos lip ndihmë vetëm prej Zotit tan, nga se pejgamberi Allahu tha mos harroni se një grup njerëz kanë me rezistuan, kanë me folën, kanë me vepruan, dhe nuk ka mundësi ti dëmton këta njerëz as tradhtia tradhtarëve, as zhgënjimi zhgënjetarëve, deri të vjen caktimi Allahut Azza wa Jall. Këtë nuk i dëmton. Nuk dëmton tije nëse flet, nuk dëmton tije nëse të vepron, dëmton tije nëse hesht, dëmton tije nëse pajtohesh, dëmton tije nëse i ndihmon në padrejtësinë e tyre vëllezër të ndershëm. Sa padrejtësi na i dim hoxhallar që cilët na i veprojnë parasive tonë, mi për në heshtmi, e ulmi kokën dhe bëmu me mec. Pra vëllezër të ndershëm, ne e dim di vite u kall krejt Palestina, dhe vdiqen ma shumë se 30.000 fëmijë e 70.000 gra, me gjithata sa
njerëz hipën mimberin e pejgamberit Allahut që na tregojshin neve tematika që s'kan bojnë me realitetin. Vallë, përse së paku nuk e ngritëm nezanin, përse nuk e solidarizuam. Ka një behane madhe, ajo është behanja e imanit. Allahu na i forcoft imanin, vëllezër të ndershëm. Për këtë arsye heshtja e jonë ndaj padrejtësisë, a pjesëmarrje në padrejtësi, për ata kur e pyet Imam Ahmed ibn Hanbali, për ata të cilët e ndihmojnë të padrejtin, për ata të cilën kujdesen të me padrejtin, tha jemi me atynve që Allahu ka thonë wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, mos anoni të ato që bojnë zullum se ju prek zjarri. Tha jemi ne për atinve që kemi anu në anën e tynve, tha ju nuk i jeni prej atinve, ju jeni pjesëmarrës në zullumin e tyre, ju jeni pjesëmarrës në zullumin e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, ka lloj forma që sot zullumi, vëllezër të ndershëm, zullumi vëllezër të ndershëm për krahat dhe ndihmor. Ndoshta ndonjëherë me heshtje, ko muslimanët kanë metën, muslimanët të cilët e dojnë Allah, e dojnë ahiretin, e dojnë të vërtetën, kanë metë si kore jo delje e zezë mesin e bilikut të dhenëve të bardha. Pra do leho të ndershëm, në këtë vend është një xhami e shenjtë, që e dyta xhamin si përfaqen e tokës është ndërtu pas Ka'bës, ku Abu Dharr el-Ghifariu e pyet pejgamberin Allahut, thot cila xhamia e dytë që është ndërtu pas Ka'bës, thot Mesjidul Aqsa, është Beitul Maqdis, është Aqsaja, vëllezër të ndershëm. Ai që ndërtoi Aqsan ka ndryshu mendimet e dietarëve, mirë po si duket se njëri prej atyre që e ka rinjëruar është Sulejmani alayhis salam, dhe na transmeton hadith të pejgamberit Allahut. Ndëgjone me këtë hadith e përfundojmë këtë hit me vëllezër të ndershëm, kur Sulejmani alayhis salam e rinovoi këtë xhami i Allahut, ju lut me 3 lutje. Allahut azza wa jalla i drejtohet me 3 lutje, thot pejgamberi Allahut, di lutjet e Sulejmanit ju pranuan, dhe ne shpresojmë se edhe treta ju ka pranu Sulejmanit alayhis salam. Lutjen e parë ju drejtu Allahut azza wa jalla dhe i tha, o Zoti i madh, ma mundso të gjikoj me ata që jeti i kënaqur. Pra ata Sulejmani dregoi kur gaboi Daudi baba vet, Sulejmani e korrigjon dhe gjikon me drejtësi, ku Allahu azza wa jall kërenohet me gjikimin e Sulejmanit, ku thot Allahu azza wa jall wa fahamna Sulejman. E dita prej atyre vëllezër të ndershëm, tha ju lut Allahut azza wa jall, duke ndërtuan xhamin, duke rindërtu Beitul Aqsa, Mesjidul Aqsa, Sulejmani tha, o Zot, më jep pushtet mua që se ki dhon asnjënit para meje dhe asnjënit pas meje. A din çfarë pushteti i dha Allahu azza wa jall Sulejmanit, si se ka posedu askush, ku Allahu edhe xhinët ja kanë ushtruar Sulejmanit. Për atë pejgamberin Allahut, vëllezër të ndershëm, kur banën komplot shejtanët për ta gjejë pejgamberin Allahut, atentati që ju bën pejgamberit Allahut duke qenë namaz, keni ndëgju për këtë hadith të pejgamberit Allahut, kur mbledhen shejtanët dhe vendosin që ta gjejin pejgamberin Allahut duke qenë në namaz, dhe pejgamberi Allahut ja ban me dorë, pejgamberi Allahut vepron diçka që se ka pas të zakonshme vepruan, e pastaj Aisha e pyet pejgamberin Allahut, tha, ja Rasulullah, veproven këtë namaz, asnjëherë s'kena pa ti duke vepru kështu. Tha, wallahi erdhën shejtanët që të mgjegin duke qenë namaz, mirë po pejgamberi Allahut e kap shejtanin për fitit, derisa ligët, jargët e shejtanit i bin në dorën e ndershme të pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut e ka për fitit dhe tha, vendosa unë këtë shejtan mos ta liroj, mos ta shloj. Çfarë do të veproje pejgamberi Allahut me këtë shejtan? Ti tregon barbotës se shejtan janë të dopt pranë atyre të cilët janë të sinqert, që e përmenin Allahun. Vendosi pejgamberi Allahut që këtë shejtan t'ja japë fëmijëve të lozin në Medinë, që janë lilitar edhe të luajnë fëmijët nëpër Medinë. Mirë po pejgamberi Allahut a di pse se veproi. Pejgamberi Allahut nuk e veproi, tha se mu kujtuan vëllavi jam Sulejmani alayhis salam, që ju lut Allahut azza wa jall që Allahu mos t'i japë pushtet dikujt pas atij
që aje ka posedu. Pra Sulejmani e ka posedu që ti nënshtron gjinët, pra ata pejgamberi Allahut e ka liruan, dhe kjo duaja ju ka pranu dhe të reta prej atinve që tha pejgamberi Allahut, që unë shpresoj që inshallah ju ka pranu dhe Sulejmanit. Çfarë ju lut Sulejmani alayhis salam, tha ja Rab, o Zot, kush vjen në këtë vend dhe ban namaz, qoftë edhe dire qatë namaz, e kthen lut na o Zoti i madh, që ta kthesh në vendlindje të pasruar prej gjunave si që ka lindat ditë. Pra ata vizita e kësaj vendi dhe falja në këtë vend për muslimanët ashe shenjt, nga se me i falë direqat namaz në këtë vend, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vlen sa 1/4 si kur me falë në xhamin e pejgamberit Allahut, pra e ka se vapin direqat, sa 250 reqata në xhamiat tjera. Kështu ka anë hadithin e pejgamberit Allahut, dhe tha pejgamberi Allahut, lumi ai që falet në xhamin e tubimit edhe ringjalljes. Pra tubimit edhe ringjalljes është Mesjidul Aqsa, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që Allah ja ka pranu dhe duan Sulejmanit alayhis salam, që nuk ban namaz një njeri në këtë vend, vetëm kthehet në shtëpi pas një gjuna, si kur ka lind atë ditë. Allahu na mundsof që të bëjmë namaz në këtë vend, dhe unë shpresoj që kjo do të ndodhe shumë shpejt, mirë pa për ta kuptuan se si do të ndodhe ma shpejt, edhe kurse ne kemi armë pushim, unë ju tregova gjithashtu se lufta nuk ka mbaru, mirë po muslimanët kanë gëdhnje, mirë po muslimanët kanë fitu, muslimanët kanë gëdhnje, si ka mundësi me gëdhnje, kurse lufta ende pa përfundu. Këtë të shumë në itë bëdarë me emnin Allahut, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.